Mirë, çfarë? Mirë. Në 8 qarqet të Shqipërisë, në Tiranë, Durrës, Vlorë. Riciklimin si dhe investimin në infrastrukturën për sa i përket menaxhimit të mbetjeve, gjithashtu një pjesë të shoqërisë e cila ka një zë të humbur, zëri që nuk i dëgjohet, zëri me të cilin ata nëse duan ta ngrenë, të tjerët heshtin. Unë me sa dëgjova nga qendra e Poka e Re, e cila është pjesë e rrjetit pop dhe ka një